Në shtëpinë e Big Brotherit, aty ku çdo ditë është një përzierje emocionesh, strategjisht dhe ndjenjash të fshehura, Eliona spikat ndryshe nga të tjerat. Ajo është vajza më e bukur e shtëpisë, jo vetëm nga pamja, por nga ajo bukuri e rrallë që vjen nga brenda. Me buzëqeshjen e saj të ëmbël, me sytë që flasin edhe kur ajo hesht, Eliona është kthyer natyrshëm në zemrën e shtëpisë. Më e vogla në moshë, më e sinqerta në sjellje dhe ndoshta më e pastra në ndjenja, ajo ka fituar simpatinë e të gjithëve pa u përpjekur. Eliona është e dashura e shtëpisë, vajza që sjell qetësi, mirësi dhe një ndjenjë ngrohtësie sa herë që flet. Ajo nuk përfshihet në intriga. Nuk ngrit zërin dhe nuk luan role. Çdo gjë që bën është e natyrshme, e vërtet, e dal nga zemra. Pikërisht kjo e bën edhe më të veçantë. Por pas kësaj ëmbëlsie, fshihet një sekret që ajo e mban vetëm për vete. Në një moment reflektimi, larg kamerave dhe zhurmës, Eliona më në fund vendos të tregojë atë që prej ditësh i rreh në zemër. Ajo pranon se është e dashuruar. Jo me zë të lartë, jo me deklarata të mëdha, por me një ndjenjë të butë, të pastër, që po rritet çdo ditë brenda saj. Është një ndjenjë që e bën të buzëqesh pa arsye, që ja shpejton rrahjet e zemrës sa herë që ai hyn në dhomë, që ja ngatëron fjalët kur rastësisht sytë e tyre kryqëzohen. Ajo tregon se një nga meshkujt e shtëpisë ka arritur ta prek ndryshe. Jo me fjalë të mëdha, jo me premtime boshe, por me sjelljen e tij, me mënyrën si e respekton, si e dëgjon dhe si e trajton me kujdes. Eliona ndihet e sigurt pranë tij, e qetë, e kuptuar. Pikërisht kjo e ka bërë të bjerë në dashuri, pa e kuptuar as vetë se kur ndodhi, megjithatë, ajo pranon se ende nuk ja ka thënë. Frika për ta shprehur ndjenjën është aty. Frika e refuzimit, frika se mos prishet ajo lidhje e bukur që kanë ndërtuar, frika se mos realiteti nuk përputhet me ndjenjat e saj. Eliona është e ndjeshme dhe për të dashuria nuk është lojë apo strategji, është diçka serioze. E shenjtë, e mëbë.